Pas një lajmi të emetuar në rrjetet sociale se një pacient i keq trajtuar kishte humbur jetën i braktisur, ka reaguar Spitali Rajonal i Durrësit duke përgjigjëstruar lajmin e publikuar dhe sqaruar se informacioni nuk ishte i vërtet, pasi pacienti ishte i gjallë. Në një intervistë, kirurgu Dr. Naim Mediu bën me dije se bëhet fjalë për Artan Randonin, 52 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në repartin e terapisë intensive reanimacion në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas kirurgut, ndërhyrja e dytë kirurgjikale ka përfunduar me sukses dhe pacienti po monitorohet nga stafi mjekësor. Gjendja e pacientit është shumë e mirë. Pas interventit që ka bërë sot, rreth orës 2 masdite deri nga ora 4. Pavarësisht nga lloji i operacionit, ka pas një dekurs të mirë post-operator. Gjendja e smurit është jo vetëm që është gjallë, po edhe parametra shumë të mirë. Është i zgjuar aktualisht në dhomën e terapisë intensive. Aty ku rrin ose qëndrojnë gjithë të smurët që kryejnë një operacion të tillë. I smuri është operuar për një devascularizim të anësisë së majt. Indikacionet për intervent përcaktohen nga QSUT-ja sepse është detyrë e tyre. Është operuar për herë të parë në QSUT, e kemi çuar për një kontroll për treguar mbi taktikën operatore, si vazhdohet sepse është detyrë e tyre dhe e drejtë e tyre. Sipas këshillës dhe porosis së tyre është operuar në spitalin tonë. Nuk është operacion i lehtë, nuk bëhet në gjithë spitalet, e kemi bërë dhe ka shumë mirë. Lidhur me trajtimin e rastit të pacientit 52 vjeçar nga qyteti i Durrësit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka urdhëruar nisje një hetimi të thelluar administrativ, i cili do të shqyrtojë në mënyrë të plotë jo vetëm procedurat dhe masat e marra nga struktura spitalore, por dhe veprimet dhe përgjegjësitë e strukturave të shërbimit social të përfshirë në këtë rast. Në kuadër të këtij procesi, drejtuesit e operatorit të shërbimit kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror janë në terren për të kryer verifikime të drejtë për drejta dhe për të mbikëqyrur procesin e hetimit administrativ të strukturës në qytetin e Durrësit.